Lajmi i bujshëm nga dje është interesimi i Napolit për Ernest Muçin. Madje u raportua se është dërguar një ofertë 16 milion euro, si edhe opsioni i huazimit të një lojtari nga nën kampionët e Italisë. Rezulton se gazeta e njohur në qytetin e Napolit, Il Mattino, ka ngatruar ekipin aktual të Muçit, duke e dërguar te rivalët. Raportimi është sikur po negociohet me Beshiktashin, që ndërkohë interesohet tek italianët për Anguissën ndër të tjerë. Fakt është se kartoni i Muçit i përket Trabzonsporit. Duhet theksuar po ashtu se lajmi për numrin 10 u përhap nga Turqia. Sa i përket Il Mattinos, shton se futbollisti shqiptar do të ishte bast, për shkak se nuk ka provuar asnjë nga top 5 ligat e Europës. Drejtori sportiv Giovanni Mana ndërkohë po shikon situatën. Kerim Alajbegovic qëndron po ashtu si opsion te Napoli, teksa Leverkuseni i zotëron kartonin. Në Rusi është kthyer sërish vëmendja te Mirlind Daku. Një lajm ku tregohej për interesimin e Spartak Moskës ndezi merkaton. Sulmuesi Rubin Kazan ka vuajtur jo pak dëmtimet, megjithatë mbetet nga sulmuesit më efektiv të kampionatit rus. Sa i përket të ardhmes së Dakut, CEO i Rubin Kazan ka vendosur të flasë. Aleksandr Ajbatov, si drejtori i përgjithshëm, tregon se nuk ka oferta zyrtare për Dakun. Por më tepër, klubi po i bën llogarit me të për të ardhmen. Nuk ka asnjë ofertë zyrtare për Dakun nga Spartaku apo ndonjë skuadër tjetër. Është lojtari ynë dhe po i bëjmë llogarit me të, u shpreh CEO i klubit për SE. Ernest Muçi mund të ndryshojë ekip në këtë merkato, pasi Trabzonspor shpenzoi 8.5 milion euro për të blerë kartonin te Beshiktash, klube nga Europa janë vendosur pas tij. Sot bëhet fjalë për Napolin. Oferta e radhës e bujshme për Muçin vjen pikërisht nga nën kampionët e Italisë. Napoli tregohet të ketë ofruar 16 milion euro dhe huazimin e një lojtari për të transferuar përfundimisht Muçin. Nëse kartoni i yllit të Kontares shitet këtë verë, padyshim që shifra e transferimit do të jetë rekord për të. Më parë ishte Beshiktash që shpenzoi 10 milion euro te Legia e Varshavës. Napoli do të drejtohet nga Allegri pas largimit të Contes. Ndaj afrimi i Muçit shikohet edhe si dhuratë për sezonin e ri. Kujtojmë se edhe disa vite më parë, Muçi u lakua për një kalim te Napoli. Këtë herë që flitet edhe me shifra, situata shfaqet më interesante. Për fantazistin shqiptar, ndërkohë, mbeten të interesuar në Bundesliga, ndërsa është përmendur Frankfurt. Christian Aslani po bëhet gati të jap lamtumirën e Interit për të zbarkuar në një tjetër skuadër të Serisë A. Mesfushori i kuqezinjve tashmë raportohet se është shumë pranë firmës me Kaljarin, që ka edhe mundësitë ekonomike për të bërë të tijin futbollistin e kombëtares shqiptare. Kaljari sapo ka gjetur akordin me Atalantën për transferimin e Gianluca Gaetanos për 15 milion euro. Me këto para, do të hidhet në sulm por 2 lojtarë në mesfush dhe Aslani është një prej tyre. Mendohet të arrihet një akord për transferimin përfundimtar për një shifër poshtë 10 milion eurove, ndërsa emri tjetër është Mikael Auebischer i Pizës, i cili kushton rreth 6 milion euro. Kësaj, Aslani mund të bëhet gati për etapën e tij të 4 në Serie A, pas atyre me Empolin, Interin dhe Torinon. Këtë radhë, transferimi përfundimtar do ta ndihmojë që të gjejë vazhdimësinë që i ka munguar në sezonet e fundit. Luis Hasa është një nga futbollistët shqiptar që po qarkullon më tepër në Itali gjatë kësaj merkato. Pas huazimit të suksesshëm te Carrarese, i është kthyer Napolit, që zotëron kartonin. Tutto Mercato raportoi sot një pistë të re për Hasan. Bëhet fjalë për Sampdorian, që e ka një nga 2 objektivat e saj për mesfushën. Emri i Hasës ndërkohë është përmendur edhe tek Avellino, Pisa dhe Hellas Verona. Kujtojmë se mesfushori 22 vjeçar ishte një risi për kombëtaren e Shqipërisë në këtë muaj. Hasa vendosi të hiqte përfundimisht dorën nga Italia për të veshur fanellën kuqezi. Dhe me trajnerin Maran në krye, po ashtu debutoi. Chelsea po planifikon të bëjë një ofertë për Granit Xhakën, pasi Xabi Alonso i ka kërkuar pronarëve të klubit që të finalizojnë një marrëveshje për mesfushorin e Sunderlandit. Alonso, i cili do të bëhet zyrtarisht trajneri i ri i Chelseas më Nico Rick, ka punuar më herët me Xhakën te Bayer Leverkuseni. Dyshja ka fituar Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë në sezonin 2023-24 dhe gjithashtu ka arritur në finalen e Europa League në të njëjtin edicion.
Xhaka u transferua te Sunderland nga Bayer Leverkuseni në verën e vitit 2025 për një shumë totale prej 20 milion eurosh. Ish ylli i Arsenalit, ishte një nga lojtarët më të mirë në Ligën Premier sezonin e kaluar dhe një figurë kyçe për Sunderlandin. 33 vjeçari, i cili aktualisht po luan me Zvicrën në Kupën e Botës 2026, regjistroi 32 ndeshje si titullar dhe 2 paraqitje si zëvendësues në Ligën Premier sezonin e fundit. Ai shënoi 1 gol dhe pati 6 asistime, ndërsa Sunderland përfundoi në vendin e 7 duke siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Europës. Mesfushori ka kontratë me Sunderlandin deri në vitin 2028, por Chelsea po planifikon të largojë nga Stadium of Light gjatë kësaj merkatoje.